Mirë dita të dashur miq, të njohur dhe të panjohur dhe në veçanti ju ndjekës të orës letrare. Ja ku arrita në emisionin e tretë të orës letrare, që i kushtohet poemës Odisea të Homerit. E lamë në pjesën ku Palada Athena I jep këshilla Telemakut, djalit të Odiseas. Çfarë I thot? Kurse ty t'i jap këshillë të urtë, në më besofsh. Merr barkën më të mirë e brenda fut një zet remtar, më të shkathët që ke e shko pyet se nga të humbi ytat. Jenë ndoshta një njeri që di diçka për të, ndoshta përgjon një zë që vjen nga lart, nga Zeusi, që ndan mbi dhe të mirën e të keqen çdo njeriu. Shko më së pari në Pilos e pyet Nestorin e hynueshëm, prej andej ktheu nga Sparta, ku sundon Leshverdhi Menela, që u kthye më I fundit ndër Ankeas përthyer në pafta bronzi. Po more vesh se babën e ke gjallë e do të kthehet, sa do keq të ndodhesh, duroj edhe një vit, por në marsh vesh se vdiqe dhe mbaroi, ktheu ti shpejt në atë e dashur, api ati një varë e bëj salikime madhështore, të denja për atë babë, lëshoje nënën të marrë një tjetër burë në dëshiroftë. Kur ti kesh kryer këto punë të gjitha në vetë e mblidhu e mendohu mirë, që tua bësh varrin që të gjithë këtyre brenda pallatit, ndash dinakërisht, në dash me forcë, mjaft të veprosh si duhet, se u burnove, si e me një fëmijë. A more vesh sa I qiti namin vetes në botën mbarë Oresti I hynushëm duke vrarë gjaksin e babait, të mbrapshtin e gjist që kishte vrarë kreshnikun atë, dhe ti o miku im, mbasi të shoh hazgan të pashëm, bëu tri me fletë, e do të ndihet zëri për të mirë. Tani unë do të kthehe me njëherë të ania ime shpejtë edhe të shokët, që sigurisht mërziten duke pritur. Mendosh të thash, mëtej e diti vetë. Plot urtësi ja ktheu Telemaku. O miku im, më fole si njeri që ma do të mirën, bash si baba I djalit. Mos I harofsha kur këto këshilla, po qëndro pak, bre burë, sa do ngut kesh, të shkosh të shokët, të lahesh, të freskohesh, të kënaqesh pak me ne, kërkoj të të nisë zemër gëzuar, me dhuratët të çmueshme e shumë të bukur, që t'jetë për ty peng miqësie e kujtimit përjetshëm, ashtu si I fal për hera miku mikut. Si kaltër Athena, hynesha e bukur, gjegjen I ktheu. Skepse më mba në tepër, se kam gut për të nisur, e dhuratën që ke në zemër të ma falë sot, ma ruaj për kur të kthehem, që ta marrë me vete në shtëpi. Kështu ke rastin të më zgjedhësh një dhuratë të mirë, asun do të vi radhën tjetër duar thatës. Kështu si foli, Athena Syqelloria, u nisë dhe u zhduk presysh si një shpendeti, por ajo I futin zemër Telemakut forcë e kuraj, dhe në shpirt janë gjallje dhe më fort kujtimin e babait. Po ai, duke menduar më thellë brenda filloi të ndijej tronditje, se u kujtuaj që kishte folur me hujnit Olimpit. Plot me guxim nga princat u drejtua. Në ballë këndonte një këngëtar me nam, të ulur e dëgjonin gjithë heshtur. Këndonte kthimin që më madh të grekëve, atë kthim nga Troja, të zi si ua kishte bërë Palada Athena. E futur në dhomë të saj, në katin lartë, e bukra bije I nakut, Penelopi mentare, I çelte zemrën asaj këngë hynore. Si u durua por zbriti ta ngadalë këmbët e shkallës, jo vetëm, se dy vasha I vinin pas. Kur kjo femër hyri, te princat mbriti, u ndalte dera e sallës, mirë ndërtuar. Një vel të ndritshëm, në fytyrë hodhi, dërsa shërbyesit I qëndronin anash. Në vaj e shkrehur e me lot në faqe, u kthye e I tha këngëtarit mrekullueshëm: Femios, ti diti dekësh zotërincë, me këngë për heronjt e perënditë, që këndojnë dhe ajetët e tjerë. Ullu pranë tyre, thuaja një këngë, mbi ndonjë trimëri, këta të pinë, por veç të lutem, jo më kësaj këngë që zemër ma copton. Mua të shkretës më ka rënë një dhembje padurueshme, qaj për kokën e një të dashuri,
qaj kujtimin e një kreshniku trimërin e cilit e një hargosi dhe Greqia mbarë. E shikoj Telemaku edhe i foli. O nën e dashur, pse ke të vështirë që na i kënaqë shpirtrat këngëtari me ato jone që i dalin thellë nga zemra? Këngëtarës janë shkaktar për vuajtjet tona. Është vetë po Zeusi, ai që i ndan njerëzimit të shkretë dhurata, si t'ia doj dëshira. Nuk bën të zemërohesh nëse Femios këndon fatin e zi të grekëve. Kënga që njerëzit kanë dëshirë më fort të ndjejnë është ajo që këndohet për herë të parë. Të ketë shpirti yt aq fort sa të dëgjoj. Nuk është vetëm Uliksi ai që humbi nën ledhe Trojës rrugën për shtëpi, por kapur si ai sa kreshnikë që kanë mbaruar dhe sutihet vari. Ndërdo ma shko, të lutem, merr sërish në dorë vegje sovajkë, si të kahie, e urdhëroi shërbëtorët të punojnë. Sa për kuvent, jemi vetëm ne burrat. Sidomos unë që jam zoti i shtëpisë. Kretet shmeritur prej habis u kthyen ndërdhomat Saja Penelopi. I kishte futur mund zemër turtat fjalë të djalit. Si u ngjit me të dy vasha në katin sipër, ajo shpërtheu në vaj për burr të dashur, për Uliksin e shkret. Si pushoi vaji, gjersa Athena Syqelloria zbriti një gjumë të ëmbël mbi qerpikët e saj. Mëtuesit ndërkaq me zhurmë me poter mbushnin pallatin e errësuar, secili dëshironte tjetër veç të flerë pranë saj. I urti Telemak i pari foli. O ju që në nën time doni grua, o njerëz mburavecë, të pa fytyrë. Askush në mos ndihet. Ta dëgjojmë çfarë na këndon ky këngëtar i Zoti, që pas ka të zë si zë hynie. Po nesër mëngjes, sa të gdhi dita, për mbledhje jeni të thirrur në kuvent, se dua të shfaq këtë herë dëshirën time. Shtroni gostira dhe të shokë të tjerë, mos pritni më nga unë që t'ju gostis. Mësoni ju të dëfreni me gjën tuaj, shkoni me radhë për festët të njëri tjetri, por nëse juve ju duket më mirë, e më me përfitim t'ki hani malli një njeriu vetëm, prishni sa të mundeni, e fshinja krejt pa dhembje. Unë për vete do të bëj thirrje zotërve të pavdekshëm, do të lu Zeusin, zotin e Olimpit, rrofetë hedhë mbi ju, e t'ju përlaj, e ndoshta do të vi një ditë fatlume, kur pa ju qara askush, do lini eshtrat. Të gjithë dëgjuan duke kafshuar buzët, fort të çuditën si ai e pati gjithat kuraj, ashtu të flas pa drojtje. E Antinou, biri e Uipitit, fjalën ja ktheu në këtë mënyrë. O Telemak, e di se zotat vetë të mësuan të flasësh me zë aq të lartë siguri, por Zeusi kur mos e thënë që ti të bësh mbret mbi këtij tak, që dallgët i vin rrotull me gjithse ke si trashëgim. Sa urti ja ktheu fjalën Telemaku. O Antonio, për kaq që gjë nxeve ndaj meje? Po, mbret unë do të doja ti mbi këtë dhe, me vullnet Zotit, se nuk është punë e keqe ti jesh mbret, por ka në këtij tak të trahur nga dallgët princa të tjerë, pleqa të rinj, sa të duash, që mund ta marrin dorë fuqinë si mbretër, mbasi hynori Uliksi nuk është më. Por sa për vete, dhënë të Zotit jem mbret në shtëpinë time dhe mbi robët të mi, që si plaçkë lufte i fitoi Uliksi. E di që keni dhe ju dëshirë ta vazhdoj, por erën tjetër, në emisionin tjetër, ora letrare, kalosh një mbazite të bukur të këndshme argëtuese. Ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.